dinamikën e gjuhës së përdorur, do të ndalë dhe ke Trumpi në një moment. Europa është ajo që ka përdorur një terminologji shumë gogoli ujku, sulmi rusi, armatimet, pjesa e justifikimit të mbrëmshëm të saj dhe sanksionet që i aplikoi konkretisht. Pjesa e Amerikës ka ngelur gjithmonë në atë big deal-in midis dy të mëdhenjve. Tani çfarë ndodh me Trumpin? Jo, mund ta ndalosh një minutë. Jo, nuk më jap të jam prap. Para se të kalosh ke Trumpin, tani ka një problem. Nuk të duket ty mungesë, do të Putini ka një hall dhe nuk mund të jenë dakord me atë që thotë Goxha që është një hakmarrje ndaj faktit që donin të bëjnë atentat. Mund të jetë, po Putini ka treguar që është më i ftohtë dhe kalon përtej inateve. Ka vetë pushtet dhe ka përballuar sfida nga më të ndryshmet, siç ishte ajo më të famshme që pastaj ju dogj aeroplani, që ishte Prigozhin. Nuk është çështje inati. Një sekond. Ja ta bëra, se do të kam gabimin, ta arsyetoj. Pra, inati, kuptimin që një reprezalje, po them. Ndërkohë që Putini duhet të tregonte ose të vepronte me dinakri që të përçante frontin evropian mbi rrezikshmërinë e Rusisë dhe mbi fytyrën e vet paqësore dhe ju dha shansin në tryezën e bisedimit në Stamboll që të bënte pëllumbin. Nuk interesant. Tani bën skifterin dhe godet. Dhe acaron aleatin geopolitik i cili erdhi në ndihmë si aleat Trumpin dhe kthen atë e bën më agresiv se Bidenin. Po jemi të sigurt që është realisht kjo që neve na ofrohet panorama e vërtetë. Se unë kam disa pikpyetje. Ndoshta pikpyetja e parë, Trumpi në mënyrën në dialektikën që ai përdor për pjesën e masave, është njëri kontradiktor, pra dje ishte the big guy Putini, sot është i çmenduri dhe nuk i pëlqen, dhe mua s'më pëlqen. Okej, nuk i pëlqen. Nuk është se Putini s'ka bërë asgjë në të kohë. Padyshim që ka bërë. Po jo, ato të thash, ato raketat, ato dron që vrasin e fëmijë bien mbi negociate paqes, jo vetëm Ukrainën. Bien mbi fytyrën e Donald Trumpit. Donald Trumpi, presidenti i Amerikës, ka vënë fytyrën aty. Po se bë Donald Trumpi sikur me qenë ky humanitar. Jo, nuk është humanitar, më vllaç. Është buri më i fuqishëm i planetit. Pra nuk jam dakord për Ka vënë fytyrën e tij në një negociat. Genocidin në Gaza, po jo në armatime nuk e ka për krahas. Në mënyrë më absolute genocidin dhe pastrimin e tij në Gaza dhe tash po pushim. Po merakose për 13 fëmijë këtu, ndërsa atje po vriten për ditë. Mos bëmë shej papa, mo katolik se papa, sepse liderët musliman e mbështeten Trumpin. Liderët musliman në Detroit ishin ata që e mbështeten Trumpin me fitu mandatin. Më duhen mua liderët musliman Detroit, o zotëri. Palestinezët po vriten atje, thua liderët musliman. Muslimanët janë kthyer, muslimanët jo në Detroit, po muslimanët në Arabi Saudite janë kthyer gjithë në unuk. Mos më flit për eunukët. Për eunukët mos më flit. As për eunukët, as për mamlukët. Po tani nuk mund t'i quajmë gjithë eunuk. Po eunuk janë. Ata muslimanë që nuk reagojnë. Gjithë që s'pëlqejnë ty dhe për atë masakër që bëhet atje, për atë genocid që bëhet atje dhe që po bëhet me bombat dhe me armat e Shtëpisë Amerikës, që Trumpi po jep, janë eunuk dhe mamluk. Trumpi është ai që arriti armëpushimin në Gaza. Tani paqen tani nollen përsëri që nuk u arrit marrëveshja. Ai po punon për marrëveshje dhe nuk duhet vritet asnjë fëmijë as një grua dhe unë të ndoj tani ai nuk ka zotëri. Ka bërë për ditë 100 veta Izraelit, se s'po thotë që është i çmendur Netanyahu. Në turin që ka bërë nuk shkon në Izrael. Nuk shkojnë në Izrael. Nuk shkojnë në Izrael, nuk e ndaloj armatimet apo i çon. Apo i çon as ka asnjë domethënie. Është e gjitha një mashtrim total. Presidenti që ka arrit më shumë në Gaza. Ka arrit asgjë në Gaza. Po tani ti mos e prit që ai të shtypin butonin të mbarojë luftën. Nuk mundemi që ka arritur se Gaza është një dështim. Gaza është një dështim. Jo, ka të drejtë kur thotë ka arritur se është i vetmi president i cili ka thënë ti përzon gjithë.